Dy bebet e para për vitin 2026 janë vajza, vetëm pak qaste pasi akrepat e orës kanë shënuar 12 të mesnatës. Njëra prej vajzave ka lindur në maternitetin Nëna Mbretëresh Geraldin, ndërsa tjetra në maternitetin Koço Glozheni. Mjeku Fatmir Kopani jep më shumë detaje për lindjen e parë. Lindja e parë vitit është një bebe femër me peshë 3 kg 650 gram. Është fëmia e dytë i qiftit, fëmia e gëzon shëndet plot. Po ashtu dhe nëna ka vajtur mirë si intervent. Për syri televizion, kryefermierja e cila ishte në pritje të lindjes së parë, na zbulon edhe emrin e vajzës së parë të lindur të 2026-s në maternitetin Nëna Mbretëresh Geraldin. Lindja e parë ishte në minutën e parë të vitit. Ishte vajzë Adea, 3 kg 650, është fëmia e dytë i familjes. Në spitalin Koço Glozheni u shënuan 2 lindje, një me operacion e një me lindje natyrale, duke sjellë në jetë një vajzë dhe gjysmore më vonë një djalë. Mjeku Rezart Ayazi dha detaje në emër të stafit të spitalit. Për ne këtu në maternitet si ekip, lindja e parë ishte një lindje me operacion në orën eksakte 00:05 sekonda të vitit 2026. Një bebe e seksit femër, 3 kg 800 gram. Një angazhim i ekipit operator që operacioni të shkonte mirë dhe ashtu shkoi, nëna dhe bebi gëzojnë në shëndet të plot. Fill mas kësaj lindje me operacion, rreth orës 00:26 minuta, ka lindë në rrugë natyrale, një beb tjetër djalë me peshë 3 kg 600 gram, një lindje natyrale dhe kjo shkoi mirë. Sekondat e para të vitit 2026 shënuan ardhjen në jetë të 2 vajzave që gëzojnë shëndet të plot.